Unë jam Luleshtry dhe Momo Media dhe jam 13 vjeç. Jam një nxënëse e shkollës së mesme, por krejt papritur u shndrova në një kujdestare mbrojtëse Mjau Mjau e tokës. Kur emocionohem, më shfaqen veshët dhe bishti i macës, të cilat do të jenë pjesë e imja derisa të mposhtim alienët. Deri atëherë nuk mund t'i rikthehem normalitetit, por them se kjo nuk ka shumë rëndësi. Unë kam gjetur shoqe që luftojnë për krameje. Shkojmë vajza, për të ardhmen e tokës ne do të bëjmë gjithçka. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Ma merr mendja se doni një tavolinë për 2 persona apo jo? Po, faleminderit. Janë të gjitha të zëna, por nëse mund të prisni disa minuta, Po nuk ka as edhe një të lirë? Jo, por jo për shumë kohë. Më falni, është gati çaji im. Po, tani do t'ju asjell. Po bën një punë të shkëlqyer. Sigurisht, edhe ti mund të na japësh një dorë kur të kesh kohë, nuk mendon kështu? Padi, po ta them sërish që nuk është nevoja t'i lash pjatat, kjo është detyra ime. Po, unë jam mësuar tashmë. Në shtëpi i laj unë gjithmonë dhe jam një specialiste. Çfarë po më ndodh? Papritur po I shikoj gjëra të dyfishuara. Çfarë ndodhi kështu? Vajza më e mirë e vitit. E po, ka pak temperaturë, por nuk është asgjë shqetësuese. Nëse pushon për pak ditë, do të çorohet menjëherë. E çuditshme që u sëmur kaq papritur. Është gjithmonë e fortë dhe energjike. Padi, Ja erdha. Rje qetë, gjithçka do të shkojë mirë. shiko se këtu nuk jemi në sallën e reanimacionit. Unë dua që të shërohet sa më shpejt që t'jetë e Po, mundur. por nuk të duket se po e tepron? Si je, Padi? Ndihesh më mirë tani? Po, bën mirë të qëndrosh trirë edhe pak. Nuk mundem, duhet të shkoj. Duhet të shkoj ta marr. Oh, jo! Humbi ndjenjat. Duhet të shkoj tek ajo, po nuk më pa, do të shqetësohet. E ka fjalën për motrën? Po, sigurisht, ka një motor dhe nuk e di se sa vlezër. E po, me siguri që është pikrisht ajo që e merr atë në çerdhe. Tani e kuptova. Nuk na e ka thënë kurrë. Gjithsesi, tani nuk është në gjendje që të lëviz. Më falni, vajza, a mund të merreni ju me të, ju lutem? Ja ku arritëm. Kjo është çerdhja ku vjen motra e Padit. Po, ajo që nuk arrit ta kuptoj është se pse duhet të jetë Padi ajo që do ta marri në shtëpi. Nuk ja kam iden, por shumë shpejt do ta marrim vesh. Ja, Duhet jetë ajo. Më gjajnë vërtet shumë. Mirëmëngjes, si mund t'ju ndihmoj? Çfarë? Padi është sëmur? Po, por nuk është asgjë për të shqetësuar. Me disa ditë pushim, temperatura do t'i kaloj. Me të vërtet? E po mirë, të paktën me kaq. Po, por tani e kuptova. E ka fjalën për motrën? Si? Ne jemi shoqet e saj dhe kalojmë shumë kohë së bashku, por nuk dim asgjë për jetën e saj private.
Të them të drejtën nuk e njoha aq mirë sa për t'ju treguar detaje, por ajo që mund t'ju them është se mamaja e saj ndërroi jetë një vit më parë. Me sa di unë, babai është një kampion i arteve marciale kineze, dhe duke qenë se merret me stërvitje, me turne të ndryshëm ndërkombëtare, është pothuajse gjithmonë larg shtëpisë. Për këtë arsye, duke mos patur asnjë ndihmë, të gjithë punët kanë rënë mbi shpatullat e Padit. Përshëndetje, Padi. Përshëndetje, Jeni treguar Betilika. shumë e sjellshme që kujdeseni për motrën time. Po, faleminderit. Nuk ka përse, është një kënaqësi për mua. Padi, po ti si je? Mirë, përse? Të pyes se me gjithë këto gjëra që bën. Më falni, po për çfarë e keni fjalën? E po, nuk duhet të jetë e thjeshtë, ke për të studiuar në shkollë dhe të kujdesesh për motrën tënde të vogël. Në mos gaboj ke edhe vëllezër më të vegjël, apo jo? Po për mua nuk është fare e vështirë, jam mësuar. Ka një rol përgjegjës dhe shumë punë për të bërë për një vajzë të moshës së saj. Ne nuk dinim asgjë. Ajo është gjithmonë shumë e gjallëruar dhe nuk ankohet kurrë. Po, sot Padi mund të rihej qetë dhe të pushoj pak. Do ta çojmë ne në shtëpi motrën e saj. Ç'kemi vogëlushe, si je? Unë jam shumë mirë, faleminderit shumë. Më dëgjo mirë, sot motra jote nuk mundi të vinte. Mos u shqetëso, do të shoqërojmë ne në shtëpi. Jo, unë do të qëndroj këtu. Si the? Unë nuk do të shkoj me ato të treja. Mendo pak, nuk mund ta bësh rrugën vetëm, je shumë e vogël. Padi më ka thënë gjithmonë që të bëj kujdes nga të panjohurit për të mos shkuar me ta, sepse mund të jetë i rrezikshme. Jo, prit. Do të bëj kujdes, sidomos nga zonjat e vjetra që vetëm buzëqeshin. Kur bëhet fjalë për të fyer është njësoj si e motra. Por ne nuk jemi të panjohura dhe ti nuk mund të kthehesh e vetme në shtëpi. Ajo do të vi. Padi do të vi të më marrë siç bën gjithmonë. Ja te kështë. Më traime. Më fal shumë nëse të lash të prisje. Je sigur që je mirë, Padi? Dëgjoj, nuk duhet të lodhesh shumë. Mos harro që je me temperaturë. Kam vetëm pak fare, nuk është e nevojshme ta teprojmë. Po, por... Forca mjaft tani, po ju them që jam mirë. Faleminderit për shqetësimin. Tani kthehuni në shtëpi. Po, ktheuni në shtëpi. Atëherë ikim voglushe. Shihemi nesër zanjush. Mirupafshim dhe sillu mirë. E dija që do të vije. Po. Erdhëm në shtëpi. Përshëndetje. Ja tek erdhe. Në fund erdhe. E po të pristim. Po të pristim. Më një vetëm pak turim, tani do t'ju gatuaj diçka fëmijë. Erdha. Që keni ju? Jam e sigurt që nuk keni ngrënë. Kështu menduam ta bëjmë ne pazarin dhe të përgatisim darkën për sonte. Ke nevojë për një ushqyerje të mirë, ose nuk do të shërohesh kurrë. E dim se për çfarë po mendon, por mos u shqetëso. Nuk I paguam ne të gjitha këto parat na I dha Rajani. Jo, nuk mund të qëndrosh në kuzhinë ti. Sot do të gatuajmë ne. E sakt, tani shko shtriu në shtrat dhe pusho. A jeni të sigurta? Ura, sa shumë gjëra të mira. Shikoni, ka shumë gjëra për të ngrënë. Ka shumë gjëra të mira që shkojnë. Sa do të pëlqejnë këto. Sot çfarë lodhi? Ne po fillojmë me ato të mirë. Shumë faleminderit për darkën. Ishte një kënaqësi. Gjithçka ishte shumë e mirë. U treguat me vërtet fantastike, nuk di si t'ju falenderoj. Çfarë thua kështu? Ne jemi shoqe dhe shoqet vinë në ndihmë pikërisht kur ke nevojë më shumë. Pastaj misioni nuk ka mbaruar akoma, ne do të qëndrojmë këtu. Surpriz! Kemi vendosur që të flem këtu sonte. Nuk kam kaluar kur një natë në shtëpinë e një shoqe. Jam shumë e emocionuar, vajza. E ke bezdit të më tregosh dhomën time? Dua të rregulloj gjërat e mia. Kërkojmë ndjes për këtë, por ne kemi qëllim të qëndrojmë derisa të kalojë temperatura. Ti qetësohu, për punët e shtëpisë mendojmë ne.
Ashtu është, lule shtrydhja me zipret të ndihmoj, do të merret ajo me të gjitha. Shiko se edhe ti duhet të punosh. Nuk di çfarë të them. Jeni me të vërtet shoqe të mrekullueshme. Shumë faleminderit. Zgjohuni. Si ja bën që është kaq energjike? Nuk e di, por duhet të jetë shumë e vështirë t'i bëjmë të gjitha ato punë. E po duhet që t'i bëjmë nëse duam që Padi të bëjë një ditë pushimi. Jemi të sigurta që nuk është zgjuar nga rënja e atij gongut? Rije qet, ajo po fle akoma. I thashë të vendoste tapat tek veshët. Siç e dini motra juaj është sëmur dhe ajo do të qëndrojë në shtrat. Për këtë arsye do ta marrim ne vendin e saj dhe do të bëjmë gjithçka që bën ajo zakonisht. Ju lutem, bëhuni të mbar, në rregull? Po, do të bëhemi të mbar. Jepini shoqe, ti futemi punës. Si fillim, shkoni të lani dhëmbët. Në rregull. Oca, ka ardhur koha të visheni. Në rregull. Dhe tani pak gjimnastik. Në rregull. Mëngjesi është gati. Uluni në rregull. Ne duhet t'i vëmë në vend. Kemi pjatat për të larë, Tushemeja për të pastruar, rrobat për të larë, për të ndruar mbulesat, rrobat për të varur, për të vënë në vend lodrat, për të bërë listën e pazarit, për të hekur rosur. Si mendoni sikur të bëjmë pak pushim, vajza? Nuk donim të zgjonim. Nuk mendonim se ishte kaq e lodhshme mbajtja e një shtëpie. Më fal, unë nuk jam e mësuar me gjëra të tilla. Gjithsesi ne do të qëndrojmë këtu, Padi, ta premtuam. Nuk është më e nevojshme, jam mirë. Më mjaftoi një ditë për të pushuar dhe për të marrë fuqitë e humbura. Shikoni, jam në formë të përsosur. Më vjen keq që ju kam shkaktuar këtë shqetësim. Mos u shqetëso. Je sigur që je mirë, Padi? Po sigurisht, sa herë duhet t'ju përsëris. Faleminderit nga zemra për ndihmën që më dhat. Mirë, pra mundohu të mos lodhesh. Padi, e ke të gjithë fytyrën të kuqe, pse kështu? Jo, nuk është asgjë. Kam vetëm pak vap. Padi! Mirëmëngjes, zonjush. Përshëndetje, si je sot? Ndihesh më mirë? Po, shumë më mirë, jam shëruar. Më fal, por mua nuk më duket kështu. Por ti ke temperaturë të lartë. Është e mrekullueshme që mund të kujdesesh për motrën tënde, por nuk duhet ta lësh veten pas dore. Po, e di. Më thuaj të vërtetën, Padi. Mos po lodhesh më shumë se ç'duhet? Nëse nuk ndihesh mirë dhe do të flasësh me dikë mund të mbështetesh tek unë. Nëna jote nuk jeton më, ndërsa babai yt është shpesh në udhëtime. Duhet të përkujdesesh për vëllezërit dhe të bësh punët e shtëpisë. Nuk është e thjeshtë për moshën tënde. Ti mbash të gjitha brenda nuk të ndihmon. Është më mirë të flasësh me dikë që di të dëgjojë dhe të jap këshilla. Mami, Padi të kërkoj të falur. E di që është e vështirë për ty të mos zëvendësosh në shtëpi. jo, nuk është ashtu. Ti mendo të shërohesh shpejt dhe të kthesh tek ne. Po të presim të gjithë, mami. Shpresoj t'ja dale, dashur. Padi, më dëgjo mirë. Në të ardhmen ti dhe vëllezërit e tu do të përballeni me shumë pengesa, por mbaj mend gjithmonë këshillën që do t'jap. Në momentet e tua më të vështira, mendo për gjërat e bukura që do të ofrojë jeta. Forca, buzëqesh pak. Unë nuk e them vetëm për ty këtë, por edhe për të tjerët. Kur buzëqesh përcjell një gëzim që do të kthehet një ditë. Ne e dim mirë këtë. Mami, më dëgjo. Jo, është e kotë. Nuk e bëj dot. Nuk mund të buzëqesh. Të dua kaq shumë, bia ime. Përqafoj fëmijët dhe babin nga ana ime. Nëse mund të bëj diçka për të të ndihmuar, të lutem më thuaj. Faleminderit, jeni shumë e sjellshme. Por unë jam shumë mirë dhe e kam çdo gjë në kontroll. Kam besim nëse thua kështu. Shumë faleminderit për shëtitjen dhe për kujdesin ndaj motrës time. Do të shihemi. Jam prekur shumë, është një vajzë me shpirtin e mirë. Në fakt do të zgjidhja vajzën majmun si viktim, por ndryshova mendim. Ti je më e mirë, ke një forcë të madhe jetësore.
të bësh? Kish nuk është i vetmi që di të përdor alinët parazitë dhe unë jam mjaft. Shikoj këtë. Përsierje! Jo, edukatorja e qerbes. Do njush, përgjigjuni. Si e përdore? Këtë do ta paguash shtrenjtë. Transformimi i Mjaupadit. Mari kthe forcën jetësore që i more. Përsi e ka që kuqe në fytyrë, besoj se ke temperaturë apo jo? Mendon se mund të përballesh edhe nëse nuk ndihesh mirë? Mos u shqetëso fare për mua. Po t'ja je i sigurt të luftosh kundra meje pa ndihmën e miqve të tu? Çfarë? Unë ja dal shumë mirë edhe vetëm. Kështu thua ti, unë kam dyshimet e mia. Majmune e vogël dhe fyese. Forca sulmoj atë. Pula kokobez! Pula koko! Pula kokobez! Pula kokobez! Pula koko! E dia, duke qartë sot nuk është në formë, sa keq do t'ishte i thjesht eliminimi i saj. Kokobez! Pula kokobez! Pula kokobez! Pula kokobez! Tani ke duart e lidhura. Forca hiqe qafe atë. Kokobez! Rryma e ujit! Ufa, kjo nuk është e drejtë, për pak ja dolëm. Lëre të shetë Mjaupadin, meru me ne. Je një frikacak, do të të ndëshkojmë. Ëngjë i mbrojtës dhe kujdestar të tokës, gati! Kurse jeni sulmet tuaja të kota, duhet diçka tjetër për të më trembur mua, ha? Mjaupadi si je? Je mbrojtur në mënyrë madhështore. Faleminderit. Hej, unë flas dhe ju më ignoroni? E po mirë atëherë. Pula kokobez! Shkojmë pra, ti jemi gati. Do të sulmoj unë e para, në rregull? Jo, prisni. Unë dua t'ju ndihmoj. Ju lutem, dua t'ju ndihmoj të shpëtoni mësuesen. Do ta liroj nga i monster. Pula kokobez! Sireni i padit! Energjia e lëvizjes! Mjau strudera dhe jote! Jam gati! Rezet e dritës! Shkëlqimi maksimal! Pula kokobez! Do të kthehem shpejt! Ja dolëm ban, vajza. Ja dolëm. Padi! Çfarë ndodhi? Humbi ndjenjat. Shkemi Padi! Si je? Çfarë po bëni? Ndihesh mirë? Pra, arri në shtrat si je akoma e dobët. I gjithmonë kujdesesh për ne, Padi. Por nga sot ne do të ndihmojmë, do bëjmë punët e shtëpisë. Kështu do të bëjmë gjithmonë. Të premtojmë. Shumë mirë, Padi. Je zgjuar tashmë. Shoh se je më mirë. Të kam përgatitur mëngjesin. Faleminderit, ishte shumë i mirë. Të lumt, e mbarove të gjithin. Është e rëndësishme të ushqesh kur je e sëmur. Po më kushtoni shumë vëmendje dhe kujdes, saqë po më vini pak në siklet. Më fal, po për çfarë e ke fjalën? Mos e thuaj as me shaka. E di, po mendoja ta merrja unë ikën me vete për në çerdhe dhe më pas të ta sjell ty në shtëpi. Nuk është e nevojshme.
Të siguroj që për mua nuk është as pak shqetësim, dhe për ty do t'jetë një punë më pak, krahasuar me gjithë ato punë që bën. Po, por nëse nuk e shoqëroj më për në çerdhe, nuk do të mund ta shoh atë, dhe kjo nuk do të më pëlqente. Me të vërtet thua? Mos më keq kuptoni, ju lutem, por a mund t'ju kërkoj edhe një nder? Sigurisht. A nuk mund të hiqeni vetëm për sot sikur të ishit mamaja ime? Oh. Mami! Mami! Ndihem shumë mirë, gati për të filluar punë. Ndihem shumë energjike sa që mezi po pres t'i futem punës. Po më bëhet shumë qefi. Atëherë si thua të pastrosh pak përpara hyrjes? Si urdhëron. Mamushe. A e pe? Po buzqesh. Po të buzqesh ty edhe jetës.